الليالي صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, mëshira Allah të qoftë pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allah subhanahu wa taala kapitullin të cilin autori ka titulluar Faslu fi hubutil maasi bit tauba wal kufri bil islam. Pjesa ose kapitulli i cili flet mbi fshirjen e gjunaheve pas pendimit edhe fshirjen, largimin e kufrit pas islamit. Nëse njeriu kur gabon është në njënën prej dy gjendjeve, ose gabon dhe gabimi i tij është duke qenë ky besimtar dhe gabimi i tij është gjuna. Ky gabim largohet me pendim. Dhe gabimet e atyre të cilët nuk janë muslimanë, ose gabimet të cilat janë në kategorinë që njeriu e ka nxjerrë prej feje, përmirësimin e atij gabimi e bën vetëm kthimin në islam. Pra kushdo që bën gjuna dhe dëshiron më hiq gjunat e Allah subhanahu wa taala, mundësia për me e shly gjunat e Allah subhanahu wa taala është pendimi. Kurse kushdo që dëshiron me hiq kufrin, mundësia për me hiq kufrin është islami. Nëse islami dhe kufri nuk bashkohen, kudo që hyn kufri, del islami. Kudo që hyn islami, del kufri. Nuk ka mundësi njeriu është musliman po ka një kufër, s'ka mundësi kështu. Ka diçka për islamit, ka diçka për kufrit, s'ka mundësi kështu. Aty ku ka kufër, nuk ka islam. Aty ku ka islam, nuk ka kufër. Dhe shtyria largimi i kufrit bëhet me hyrjen në islam, nëse është në përgjithësi. Kurse nëse dikush për njerëzve ka bë kufër në një vepër të caktuar, duke qenë ky përpara musliman, largimi i atij kufri është largimi i gabimit. Dhe nëse dikush për njerëzve ka qenë musliman dhe ka bën një vepër e cila e nxjerr prej feje, ky kur ta përmirëson çatë vepër, atëre bëhet musliman. Kur ta rregullon çatë problem me cilin është nxjerr prej feje, me rregullimin e çatij problemi bëhet musliman. Për shembull, ka qenë dikush musliman dhe ka lënë namazin, u bë kafir. Kur i kthehet namazit, është musliman më, për shkak se defektin të cilin e ka pas, ose kufrin të cilin e ka pas, e ka përmirësuar. Largimi i gjunave bëhet me pendim, për shkak se pendimi e shlyn, e hiq atë që ka qenë gjuna. Thot Allah subhanahu wa taala: Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Vërtet, veprat e mira i shlyn veprat e këqija. Prej veprave të mira kryesore ose prej veprave madhore të cilat janë të mira,
është pendimi. Nëse vetë pendimi është për ulje dhe njohje e madhërisë së Allahut subhanahu wa taala. Në hadithin e saktë, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e transmeton prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky hadith është hadith kutsi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu subhanahu wa taala ka thënë: kur robi e bën një gjuna, dhe pendohet, e din që ka një Zot i cili e pranon pendimin, edhe e din që ka një Zot i cili fal. Këtu është esenca e pendimit, ose ajo që pendimin e bën adhurim, është njohja e robit Zotit Allah subhanahu wa taala. Robi ka bën një gjuna dhe e din që ka një Allah i cili e pranon pendimin edhe e fal gjunën. Tash vetë pendimi është ibadet. Vetë pendimi është njohje e madhërisë së Allahut subhanahu wa taala dhe njohje e robërisë që kemi na ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, gjunat e vogla falen me veprat e tjera, gjunat e mëdha falen me pendim. Gjunat e vogla falen me veprimet të ibadeteve të tjera. Ajo që transmetohet Sahihun e Muslimit, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë salavatul khams, 5 namazet ditore, wal jum'atu ila al jum'ah. Namazi gjumës deri në gjumën tjetër, Ramadan ila Ramadan, edhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër, mukeffiratun lima bejnehunne idha gjtunibetil kebair. I falin gjunohat që ka mes ibadeteve, nëse robi u largue prej gjunave të mëdha. Dhe më thonë, kufri largohet me islam, gjunat e mëdha largohen me pendim, kurse gjunat e vogla largohen nëpërmjet kryerjes së ibadeteve. Kufri largohet me islam, gjunat e mëdha shlyhen largohen me pendim, kurse gjunat e vogla shlyhen nëpërmjet veprimeve të ibadeteve. Po ashtu një hadith tjetër të cilin e transmeton Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min imri'in", nuk ka ndonjë njeri, tahduru salatun maktube, i cili prezanton në namazet farze, namazet me xhamat, yuhsinu wudu'aha, edhe kur nis me merr abdes mirë, wa khushu'a, edhe është i përulur në namaz, edhe është i përulur në ruku dhe në sejdë, illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub, kjo ka më bërë shkak në fal gjunat që i ka pas përpara, ma lem ya'ti kabiratan, derisa nuk bën gjunat mëdha, wa dhalika ad-dahru kullu, dhe kjo vazhdon gjithmonë. Nuk ka një besimtar i cili prezanton në namazet farze, dhe para se me shkuar namazin farz, e abdesin e merr çish duhet. Në hadith tjetër të saktë, Abu Huraira radhiyallahu anhu i ka thënë sahabëve: "A doni me ju tregua se çka do të thonë me marr abdesin çish duhet?" Abu Huraira radhiyallahu anhu i thotë sahabëve, duke shpjeguar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: kushdo që merr abdes, edhe e merr abdesin tamam çish duhet, Abu Huraira, a doni më tregua se çka do të thonë me marr abdesin çish duhet? A doni me pa në praktik çish mirët abdesi që ashtu çish ka marr abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kanë thonë po. Dhe ka filluar Abu Huraira. Abdesin e ka marrë nga dalë
duke i pastru të gjitha pjesët të cilat kanë marrë në hadith se duhet më pastru, por më pastru mirë. Nëse për gabimeve që i bën shpesh njerëzit në abdes, në një është ngutja. Marrë abdes sigur më konë për më zjarë. Që më ngutësh me marrë abdes ka shpejt. Gabimi i parë në abdes është ngutja. Dhe duke filluar, në fillim durët nuk e lanë tamam që duhet. Fillim. Pastaj fytyrën nuk e lanë që duhet. Në hadithën e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar sahabët me lag mirë pjesën që është nën mjekër. Dhe nëse nuk lagët komplet prej anës gjatë të veshit ana majt, edhe prej venit ku dalin qoftë normal deri ku është gabzheri i fytit, nuk është abdes i rregull. Qesin 3 herë në sy ujë shpejt e shpejt, mor abdes, ja s'ki mor abdes. Dhe ky nuk është abdes. Krahët kur i ka lë Abu Hurajra radhiyallahu anhu, i ka lë deri mbi bryla. Nëse në jetën e të cilën Allah subhanahu wa taala e ka urdhëruar abdesin, ka urdhëruar me lë krahët deri mbi bryla. Bile në transmetimet e saktë e Abu Hurajra radhiyallahu anhu, kur ka marrë abdes i ka lë krahët deri çkanat. Nëse në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë pjesë të cilat lahen në abdes kanë më shëndrit në ditën e kiametit. Tash ka dallim nga atina që i lahen krahët çdo pak edhe ditën e mirë. S'është abdes ky. Brylat i ka terën, se ka prek mbrapa krave hiç kur. Ky s'është abdes. Pastaj të Buhariu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur merrte mes i lekte duart i ka qenë mbrapa edhe ka kthyer te para. Tash për mos me prish frizurën, të mbrapa se ke kërkush më, veç të para. Ose se prekis se mjafton, ka thonë një dietar ashtu, ka thonë një dietar kështu, me ikë pe rregullat të abdesit. Dhe kur i ka lë kohën te Buhariu, i ka lë themrat mirë. Ase një hadith tjetër të saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wailun lil atabati min an-nar." Mirë për themrat të cilat nuk e lë mirë gjatë abdesit se kanë me hi në xhehenem. Dhe rreziku për ata të cilët nuk marrin abdes mirë, është rrezik i rëndë, nuk është rrezik i vogël. Nga se dietarët e hadithit kanë përmend për çdo kërcënim me dënim kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është gjëna i madh. Kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çeto kush e bën, ka më marr dënim me xhehenem, që ky gjëna është gjëna i madh. E kushdo që nuk e merr abdesin mirë, është të bën gjëna të madh. Dhe për këtë ka më marr dënim. Wailun lil atabati min an-nar, mirë për themrat të cilat nuk pastrohen mirë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kanë me hi në zjarr, kanë me hi në xhehenem. Se është gjëna për gjënave të rënda. Atëherë kushdo që prezanton në namazet farz dhe duke shkuar në prezentimin e namazeve farz, e merr abdesin tamam çish duhet. E merr abdesin mirë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndron namaz mirë, në kam, e qëndron në ruku në sejdë mirë, çish duhet me qëndruar, illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub, që to krejt bëhen shkak më të falë gjënat të cilat i ke bë, me kusht që mos më kanë gjënat më dha. Është se abdesi u konë përgut. Edhe namazi u konë përgut, nuk bën pjesë të falja e gjunave. Për shkak se për më falë gjunavat, do të më konë sipas asaj që ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në hadith tjetër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men jaa ya'budu Allah azza wa jalla la yushriku bihi shay'a." Kushdo që del te Allah subhanahu wa taala, duke adhuru Allah dhe pa i bërë shok atij, o yuqimu s-salat, e ka fal namazin, o yuti zakat, e ka dhënë zakatin, o yasum Ramadan, edhe e ka agjëruar Ramazanin, o yattaqi al-kaba'ir, edhe u largua prej gjunave të mëdha, fa inna lahu al-janna, ky ka më hi në xhenet. Kushdo që
se feja, nëse dënë me kompliku, e bën njëri për vete shumë tonë. Nëse dënë me lënë që ashtu që është, feja është shumë e letë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kushdo që del para Allah subhanahu wa taala, që ka adhuru Allah, nuk i ka bërë shok Allah, e ka fol namazin, e ka dhënë zakatin, e ka xheru Ramazanin, u largua për gjërat të mëdha, falë xhennet që ka me hin xhennet. Çka është kallaj, çka është let dispozita me hin xhennet. Se ata kur shkojnë me e shtremua me qitë fejnë për binorëve të vetë, tana i del që edhe pejgamberët s'mu me hi në xhennet, po kjo nuk është kështu. Në xhennet nuk është e pamundur, as nuk është e vështirë me hi. Çështja e Islamit është çështja e thjeshtë. Adhurojnë Allah mos i bëni shok Allah, kryeni obligimet, largoni prej gjunave të mëdha në xhennet. Madhuru Allah e ki hek kufrin, për shkak se kufri nuk heket pa qenë adhurus dhe Allah subhanahu wa taala, por mu hek gjunat e mëdha, bëni pendim, gjunat e vogla pastaj heken nëpërmjet të ibadeteve. Ka edhe një çështje tjetër, cilën duhet me ditë besimtarët, edhe ajo është shlyerja e veprave të mira me disa veprime të veprave të këqija. Shlyerja e gjunave bëhet me pendim, po shlyerja e sevapeve kanere bëhet duke bërë vepra të këqija. Ke bërë sevape vepra të mira, bën diçka e prish këtë kjo. Edhe pse se më në nivelin e kufrit kjo. Për tyre, Allah subhanahu wa taala thon Kur'an, ja alladhina amanu, o ju që jeni besimtar, la tërfau aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mos e ngritni zonën juve mbi zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. An tahbata a'malukum, për shkak se ju shkupin veprat e mira. Wa antum la tash'urun, ai se vreni këto hiç. Ki bëve vepra të mira, e ngrit zonën mbi zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shlyen veprat e mira. Çfarë bona se ki ngrit zonën mbi zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkaku i zbritjes këtij ajeti janë polemikat që sahabët i kanë pasur në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në transmetim qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lyp një mendim për një sahabi ose për një post me vendos njëri për sahabive në atë post, dhe një emën tjetër e ka dhënë Abu Bekri, një emën tjetër e ka dhënë Omer ibn al-Khattabi për të njëjtin post. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush mendon që duhet më kon udhëhec i këtij qyteti? Omer ka thënë për dikën, Abu Bekri ka thënë për dikën tjetër. Omeri pastaj ka thonë Abu Bekri, ti e thoni emrin veç me kundërshtuar emrin tënd. Edhe ka nis më fol në prezencë, jo se kam thonë, jo kam thonë, ka ngrit zonën në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah subhanahu wa taala ka zbritur ajetin o besimtar. Mos gaboni me ngrit zonën në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. An tahbata a'malukum, se ja kupi veprat këtë, ja qes veprat poshtë çka keni bën. Veprat që kanë bërë këta janë shumë mëdha. Nëse të dytë për këtyre janë pjesëtar Bedrit, të dytë për këtyre janë përgjuar me xhenet, të dytë për këtyre janë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam khalifëve të drejtë. Me ixhma të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri është njeriu më i miri në ummet. Me ixhma të ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas Abu Bekrit ka Omer ibn al-Khattabi njeriu më i miri në ummet. Kurse Allah subhanahu wa taala u hazbet ajetin, mos e ngritni zonën në prezencë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. An tahbata a'malukum, se ja hupi veprat këtë. Dhe veprën duhet me rujt. Veprën e mirë e ke arrit, por duhet me rujt, mos me bërë disa veprime me cilat hupin veprat e mira që kena bë. Një transmetim tjetër prej kësaj kohe kur ka zbritur që kjo ajet, Omer ibn al-Khattabi kur në prezencën e pejgamberit
sallallahu alaihi wasallam nuk ka folë normal, kur hiç. Derisa ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omar ibn Khattabi masi që ka zbyt kjo ajet, kur ka dash me folë diçka, ka përshpërit, s'ka folë ma. Kur s'ka folë ma hiç, në prezencë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me që ka përshpërit. Thonë ka folë, sigur folë me natë kur dojnë me folë pitinza në nesh milioni tjetëre. Qështu ka folë duke ujtë, mos me ra në ajetin me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala thotë hubni veprat nëse ngritet zomi para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prezent. Kurse ne nuk e kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prezent, por e kemi hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushdo që në prezencën e tij lexohet hadithi i saktë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai thotë, po në hadith, por kjo është njëri që e ka ngritë zonën kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi po, ka dhe çka po? Qysh hadithi po, ka thonë, kush ka thonë? Që nëse ky person është munafik, nëse hadithi është i saktë, dhe është i verifikuar saktësia e tij, që gjendet në Buhariu ose Muslim ose në kushtet e tyre ose kushtet e të tjerë të cilët e kanë bërë saksimin e hadithit. I thuhet hadithi dhe kjo e ma krytëra për vjetë, bën pjesë të ata të cilët e kanë kundërshtuar direkt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ose në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për më të shkatruar më ose shkatrimi më i madh është me polemizuar ajet me hadith. Po është kjo hadith apo është edhe një hadith tjetër? Është do të sulmuar hadithet me një tjetrin. Është një hadith apo është një hadith tjetër? Shka hadithet nuk vinë kundërshtim me një tjetrin kur. Dhe kërkush nuk duhet, as nuk guxon, nuk duhet me guxu me sulmuar një hadith në dispozit që ka hadith nëpërmjet një hadithi tjetër. Me sulmuar një dispozit, me sulmuar një hadith me një hadith tjetër. Po hadithi që po thotë ti është ky, mirë po është një hadith tjetër. Çfarë do të thonë tash edhe me çik poshtë? Hadithet nuk qiten poshtë asnjëri. Nëse ka një hadith tjetër që sqaron, do të thonë bashkimin e haditheve, do të më kallëzohet që njëri prej haditheve nëse është i anulum ose ka një dispozit tjetër, ose do të më treguar që ky hadith tukon përpara fuqi, po tash ka hadithi tjetër, ose më thonë që ky hadith kanë umenu që është i saktë, por masane u gjet dobësia hadithit. Nuk mundesh me kundërshtuar hadithin me hadith. Ose më thonë po është një hadith, ama filan dietari ka thonë kështu. E kjo është ngritje e zonit përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose më dhonë përsi dikuna ma përpara se sa fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në Kur'an Allah subhanahu wa taala ka folur për llojin e këtyre njerëzve dhe të tjerë që janë të ngjashëm me ata. Thotë Allah subhanahu wa taala qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ku paraqesni ditën e Kiametit veprat të cilat i kanë bërë, edhe veprat e mira të cilat i kanë bërë, edhe ja zhdukmi, ja qesmi poshtë gjitha ato vepra. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në koment për këtim, në shpjegim të këtij ajeti, ka dikush për njerëzve ka bërë vepra të mira sa kodrat e Uhudit, ose ka vepra të mira sa kodrat, por kur dalin te Allah subhanahu wa taala veprat e tij shkojnë poshtë. Pse shkojnë poshtë? Pse i bën pluhun Allah? Fa ja'alnahu haba'an manthura, për shkak se një prej arsyeve është me ngrit zonin kundrejt hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose mos më pajtua me hadithin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose në nxjerr mendime të njerëzve në kundërshtim ose në përballje me atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është në përgjithësi. Kurse në veçanti, veprat e veçanta, sikur që në sadaka, humben me përmendje. Thotë Allah subhanahu wa taala, mos i humni sadakat, wala tubtilu a'malakum, mos i humni veprat e juve, mos i prishni veprat e juve. Mos i humni veprat e juve. Çish humben vepra? Në përgjithësi, humben vepra duke dhënë përparësi ose duke kundërshtuar ose duke qitë llafe mbi fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse në veçanti,
është për veprat e veçanta ka një. Për shembull, kushdo që ka dhënë sadako, edhe e përmend. Si të përmend që ka dhënë sadako, më për atë sadako sen s'ke heq. Si të përmend që ka dhënë dikuj sadako, për çat sadako asnjë sen s'ke heq, që prish. Bil manni wal adha, thot Allah subhanahu wa taala mos e prishni sadakat e juve, bil manni wal adha, duke i përmend ato, edhe duke u munu me azan krita të cilët i ke bë mirë. I ke bë mirë, ke bë për hir të Allahut. Tanë masnisën tjetër, ai mendon diçka me gabuar ndaj teje, ata diu të më çish të bë mirë tjetër. Kur je si bë mirë, është zero, hiç kur hiç. Ja dash atina 20 euro, ja dash atina 50 euro, ja bon atina këto kur je si bë hiç. Kushdo që e përmend sadakoja e tij është mbërllë. Nuk vlen asnjë gjë. Përveç, kanë përmend dietar nëse është me nxit të tjerë. Për shembull, është dikush që ka shumë nevojë, edhe mesin e xhamatit ose mesin e njerëzve ka disa që janë më pasionik se disa të tjerë. Tash del njëri që është pak më i varfër, edhe thotë, unë për çet fukara po jap 100 euro, që për këtë nivel e tina është të vogël, po më kallëzua atyre që kanë më shumë se sa kë, me vështërësua që mos më mujtë të një dhënë ka vetë euro masalena, se është pak situatë e vështirë. Më thonë, përveç në rast e kur, përmendja e sadakas, nxit të tjerët me dhënë sadakava më shumë, për me avrit ndihmesën atina që jenë aty e bose, për me rrit mundësin për më punua fise bilillah për ndryshe, kushdo që e përmend sadakan, sadakaja ati ka humbë. Sa e përket sadakas, sa e përket haqit, sa e përket agjërimit, sa e përket namazit, edhe këtu prishen. Nga se e shifni se shpesh ndodh ati që është haqë, mësë me thonë haqji, i vjeni në atë. Së më thu haqji, që adhe ta bleme në i gjepë për kumë i pak. Të haqji si po për neve, i po për veti, i shku me kërë obligime, qëfar detyrimi është me thonë në ty haqji, për shka? Edhe kur t'ja për më kesh të e falë namazën sabër, që shumë konë të lexu Kur'an, që të më ka dhë më ka? Përmendja e ibadeteve të cilat bëhen për hir të Allah subhanahu wa taala, dhe me këtë me dëshiru me marr vëmendjen e njerëzve, që më të prishë që e vepër e mirë që e ke bë, se jo që smel vëmendje për njerëzve të sinqertë që hiç, për ata që janë besimtarë, por bëhet shkak me u prish ibadeti. Atëre ibadetet në përgjithësi prishen nëse ndodh dikun me kundërshtuar fjalën e Allahut ose me kundërshtuar hadithin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse veprat veç secila në veti prishen nëse ato shfrytëzohen për me fituar autoritet të njerëzit ose me fituar famë ose me fituar diçka. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që na ruaj mos marat të veprat që e prishin Islamin hiç kurrë. Ajo që është kufër, shirk e nifak i madh, kurse për ato gjëra të cilat kemi gabuar, pendojmë dhe kërkojmë falje te Allah subhanahu wa taala, duke lutur Allahun që gjërat e vogla të na i falë nëpërmjet veprimeve të ibadeteve të përditshme, javore, Ramazanit dhe haxhit dhe të tjera, dhe duke lutur Allahun që mos i prishni veprat e mira, pasi që Allah subhanahu wa taala na ka mësuar me këto ato. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.